Në vitin 2023, me 6 korrik, ke shkru. Të dashur miq, përmes këtij postimi dua t'ju njoftoj se nga sot kam marrë vendimin që të pensionohem nga futbolli aktiv në moshën 39 vjeçare. Nuk ishte as pak e lehtë ta marr këtë vendim pas 22 vitësh të mrekullueshme në sportin e futbollit, ku fitova gjithçka dhe shijova çdo moment në fushat e blerta të vendit ton. Është e vështirë të shprehem pasi po largohem nga fusha e blertë pas më shumë se 2 dekadave, andaj fjalët s'mund të përshkruajnë emocionet që kam sot. Po largohem pasi arrita qëllimin tim me ekipin e zemrës dhe vendlindjes, andaj kjo më bën të lumtur. Pastaj ke vazhdu i ke falenderu të gjithë. Bashkëlojtarët, ata që të kanë menaxhuar, ekipet ku ke luajtur, gazetarët dhe gjithçka tjetër. Sot, si është jeta jote pa futbollin aktiv, po them? Sot është më e vështirë se kur kam qenë futbollist aktiv, se vendimi kur e kam marrë për me lënë futbollin, unë vendimin e kam menduar 1 vit më herët. Se është shumë e vështirë kur e bën një sen që e don shumë, një sport që e don shumë, se në këtë rast që është futbolli, edhe e bën për 22 vjet, edhe për një moment duhesh më të rek, është momenti më i vështirë për një futbollist kur don me lënë karrierën. Për çato edhe është e vështirë edhe futbollistat që zgjasin karrierën shumë me marrë një vendim të tillë, se një sen që e ke kalu për 22 vjet me një stadium, me të njëjtat stërvitje, me të njëjtin angazhim, çu herët, bje vonë, shi, borë, lloç, këtë ato kemi lënë me njëon edhe kemi vazhdu tash me një... Na është i vështirë ai momenti me i varë këpucat në gosht. Deri tash unë që kom pas një moment më i vështirë u kon sa i përket futbollit u kon ai moment kur ne kom lënë futbollin. Po nuk është që s'dihet se ju si sportist e dini që jeta aktive e futbollit ose e sportit. Ti e di që kemi lënë futbollin, po nuk e pranon. Nuk e pranon. Po vetvete është ti me men edhe me tru thunë muj hala me lujt, mirë po mosha, fuqia edhe rinia që vinë me lujt, ty ta pamundsojnë për me lujt mo. Po ti vetvete është shumë vështirë me lënë futbollin. Është një sen që ti e ki kalu krejt jetën edhe me menet i thunë pi jap, po vrapoj shumë, pi jap maksimumin, ama në fush kur ta she trajneri edhe ata tjerë, ti e që nuk po mundesh mo edhe me një farfjallet të lënë futbollit ty e jo ti futbollin. Çfarë ndjenjë është sot? Krenari apo mall? Është krenari unë e menoj. Është më shumë krenari se ti tash pe provojën tonë që e ke bo për 22 vjet pe implementon të lojtarë të ri, të gjeneratat e reja, të futbollistat, atë shka i ki kalu ti, edhe munosh mës milion futbollistat mi bo ato gabime që ti i ki bo ndoshta në të kalumen kur na nuk kena pas kushte me ushtru, edhe ju tregon se qyshe kena pas na përpara, qëfar bote ta shënë futbollistat të ri, me qëfar mentaliteti e ushtrojnë, kështu që duhet mu adaptu prej botës tonë në botën e futbollistave të ri që e kanë tash. Se zakonisht, këta që e lojnë futbollin, unë në këtë rast edhe trenerat më herët edhe lojtarët më herët, çdo herë nisen prej vetës edhe mendojnë që është koha e kalume edhe duhet me jetu me atë kohë. Na duhet mu pajtu me gjeneratën e re, me lojtarët e ri, edhe na duhet me im botën atinve normal që duhet mjau spjegu provojën tonë, mirë po duhet mu adaptu me provojën e këtinve, me botën e lojtarëve të ri që e kanë